e vogël në fakt e dashuroja si profesion, duke parë, duke bazuar edhe tek filmat që ne shikonin kur ishim të vegjël. E doja shumë dhe pjesën e të qenit në polici apo në hetime, ka qenë ëndra ime. Është vështirë të kem besim, të kem një partner apo të kryej diçka timen personale. Ke hetuar ndonjëherë një partner? Patjetër që po. Në fillim në fakt vinin shumë femrat, ishte tendenca më e madhe, tashmë dhe burrat kërkojnë ndihmë për të bërë një investigim, qoftë për të dashurat apo për gratë të tyre. Të gjithë kategoritë vinte persona viv, njerëz të biznesit, njerëz të politikës. A ka ndodhur ndonjëherë që të vinë dy partnerë për të investiguar për njëri tjetrin? Të kohë të fundit është një rast që më kanë ardhur të dy. Familja është e shenjtë dhe në momentin që dikush krijon një familje, duhet ta respektojë atë familje. Nëse unë do kisha një partner, unë nuk do gërmoja shumë. Dhe një familje të bashkuar duhet i pranojmë dhe gabimet e njëri tjetrit.